Mirë se vini në episodin e parë të podcast me i kaf. Sot nuk po nisim thjesht një seri bisedash, po nisim një rrugëtim. Ashtu si që është ndërtuar shteti hap pas hapi, mbi vendime të vështira dhe përgjegjësi të mëdha, edhe ky podcast lind me një qëllim të qartë, të ndërtojmë biseda me vlerë, dijet që mbetët dhe përvoja që u shërben profesionistëve. Tema e parë nuk është e rastësishme. Kur flasim për shtetin, flasim për financat. Kur flasim për financat, flasim për themelët e vetë shtetit. Si u ndërtua sistemi financiar i Kosovës nga hiri pas luftës? Cilat vendime mbajtën shtetin në këmbë dhe cilat rrezikuan stabilitetin e tij? Kush e mbron paranë publike dhe si sigurohet që ajo shërben për qytetarin? Në këtë epizod të veçantë të podcastit, zbërthejmë rrugëtimin e financave publike të Kosovës gjatë mbi 2 dekadave, nga hapat e parë të thesarit të shtetit te roli i Bankës Qendrore, menaxhimi i borxhit publik, likuiditeti, mekanizmat e kontrollit dhe reformat që kanë formsuar sistemin siç e njohim sot. Mysafiri ynë është zotri Lulzim Ismaili, një nga figurat kyçe të këtij rrugtimi. Sjell përvojën e tij nga thesari, Banka Qendrore, projekte ndërkombëtare dhe ndërtimi institucional, për të folur hapur mbi sfidat, sukseset dhe mësimet që çdo profesionist duhet i njohë. Ky nuk është thjesht një diskutim teknik, është një bisedë për përgjegjësinë, besimin publik dhe të ardhmen e financave në Kosovë. Qëndroni me ne për një epizod që shpjegon të kaluarën, analizon të tashmen dhe hap diskutimin për dekadën e ardhshëm të financave publike. Mirë se erdhët në episodin e parë, zotri Ismaili. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi mysafirin ton të parë në këtë episod. Kënaqësi që ashtu për mua të jem prezant. A mund të na flisni pak rreth rrugtimit tuaj profesional, duke ditur që keni filluar nga Banka Qendrore e Kosovës, thesari i shtetit, projekte të ndryshme ndërkombëtare, përvojat e juaja nga sektori publik e privat. Si nisi eksperienca juaj bazuar në financat publike? Thonë sinqerisht, karriera ime profesionale ka filluar qysh në Gjermani në vitin 1996. Kryesisht kam punuar në kompanitë e aviacionit, në bilancin e fluturimeve, dikun për rreth 4 vite, ndërsa pas luftës në Kosovë në vitin 99, dikun rreth 5 muaj, kam punuar si mësues shkollë ekonomike, ndërsa me fillim të verës të vitit 2000 në mars, kam fillu punën në Autoritetin Qendror Fiskal, në atë kohë jashtë shujtur, për arsye sepse në Kosovë nuk kishte zgjedhje, nuk kishte parlament, s'kishte ministri dhe këto terma ishin të ashtu shujtur anglo-sakson. Në vitin 2000, ashtu siç e thash, kam punuar në Ministrinë e Financave apo Autoritetit Qendror Fiskal, që më vonë është transferuar në Ministrinë e Financave deri në vitin 2011, që kryesisht pjesën ndërmuese të kësaj periudhe kohore kam pozitën e drejtorit të thesarit. Në vitin 2003 jam caktuar ushtruesi detyrës së bashkëkryesuesit të thesarit, për arsye se ne kemi pas një administrator miku në Kosovë dhe fjalën përfundimtare kanë pas faktori ndërkombëtar. Mirë po me kohën është bërë tranzicioni dhe në vitin 2005 unë jam emënuar drejtori i thesarit, ndërsa bashkëkryesuesi jam ndërkombëtar ka kaluar në pozitën e këshilltarit. Pozitën e drejtorit të thesarit e komoj deri në vitin 2011, ku nga kjo pozitë kam dhënë dorëheqje pas emërimit në pozitën e zëvendësguvernatorit në Bankën Qendrore të Kosovës. Në Bankën Qendrore të Kosovës kam shërbyer për 2 mandate në cilësinë e zëvendësguvernatorit dhe kam marrë pozitën e fushës së operacioneve bankare. Harrova tek kësaj se gjatë kohës sa kam shërbyer si drejtori i thesarit, ligji në atë kohë në fuqi thoshte që edhe drejtori i thesarit është antar i Bankës Qendrore, që në qershor të vitit 2006 jam emëruar në bordin e Bankës Qendrore, në bordin drejtues, edhe kam shërbyer mbi 5 vite, deri në kohën kur jam emëruar zëvendësguvernator.
Në vitin 2021, domethënë 2 mandate i kam përfunduar në Bankën Qendrore, atësa dhe lejon ligji i Bankës Qendrore në cilësinë e zëvendësburatorit. Më pas, dikon rreth 5 muaj ditë kam punuar si këshilltar për menaxhimin e financave publike në kuadër të kabinetit Ministrit Mbrojtjes, në ëmbrellën e ambasadës norvegjeze, e gjithashtu bashkëpunime kam pas me projektin Demos të financuar nga Helvetas. Në vitin 2022 kam filluar punoj në projektin e USAID-it, një projekt për menaxhimin e financave publike që kryesisht kam shtet komunat e Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë, disa nga komunat e Kosovës se jo të gjitha. Me zhvillimet e fundit, domethënë në fillim të vitit 2025, kur presidenti Trump urdhëroi që shumica e projektet të pozullohen, më vonë edhe të mbyllen, kështu pat fatin edhe projekti jonë, edhe pse nuk ishte i përfunduar, u mbyll si i tillë. Kjo pak a shumë është ai rrugtimi im profesional që nga fillimi deri më tani. Thesari mund ta veçoj se këtu ne u përballëm me nevojën urgjente dhe me një disiplinë fiskale dhe me rregulla për transparencë, aty kuptova se financat publike janë shtylla mbi të cilën mbështetet funksionimi i çdo shteti. Duke marrë për bazë gjithë këtë përvojë tonë dhe duke qenë se ke qenë një ndër figurat kyçet, të themi me njerë pas luftës, a mund të na përshkruani pak a shumë terrenin financiar në periudhën e pas luftës dhe cilit ishin ato sfidat më urgjente që duhet të adresoheshin me njëherë? Nëse mund të na flisni pak a shumë për vendimet institucionale që sipas jush vendosen themelet e funksionimit të financave publike. Me qenë se në vitin 99, kur është vendos forcat tek forit në Kosovë, është vendos dhe administrata UNMIK-ut, e cila ka qenë përgjegjëse për vendosin e administratës, apo ma mirë them, shteti ynë apo administrimi është ndonë në 4 shtylla. Shtylla e parë, administrata civile, është menaxhuar nga UN-i, nga UNMIK-u. Shtylla e dytë, çështet humanitare dhe kthimi e refugjatëve, është menaxhuar nga UNHCR, sepse ne dimë që në atë kohë kishte shans zhvendosur jashtë Kosovës, si në Shqipëri, në Maqedoni dhe në vende tjera të botës, edhe zhvendoset brenda Kosovës. UNHCR ka luajtur një rol të madh për kthimin e këtyre njerëzve të zhvendosur në vende edhe në shtëpitë e veta. Shtylla e tretë, demokratizimi dhe ndërtimi i institucioneve, që kryesisht është OSBE-ja është marrë me çështjen e zgjedhjeve, çështjen e sondimit të ligjit, ndërtimit të institucioneve, dhe shtylla e katërt ishte shtylla e rindërtimit ekonomik, për të cilën ishte përgjegjës Bashkimi Evropian. Unë kam pas fatin që kam punuar në Thesar dhe kryesisht AQF-ja, siç e përmenda më parë, ka qenë mbështetur nga qeveria amerikane me aleat kanadez dhe australian, po edhe anglez, dhe kanë dhënë një mbështetje dhe kanë vendosur një standard financa publike moderne në botë. Duke pas parasysh se ne në Kosovë nuk kishëm sistem financiar, ne nuk kishëm rregulla, nuk kishëm procedura, nuk kishëm staf të trajnuar i cili doi të merrej me financat publike. Pra, kur nuk i ke gjitha këtu, nuk ke as disiplinë dhe nuk ke se si të menaxhosh këto procese. Më kujtohet që në vitin 99, sapo lufta kishte përfunduar, donatorë ndërkombëtar e financuan gjithë buxhetin e Kosovës. Buxheti i Kosovës domethënë 100% përbëhej nga donacionet, po ashtu dhe viti 2000, pjesa dërmuese e buxhetit të Kosovës ishte financuar nga fondet e donacioneve. Në vitin 2001 fillon të bie përqindja e financimit nga donacionet ndërkombëtare, po prapë kishte një përqindje bukur të madhe, kështu mas vitit 2001 fillon që të rriten të hyrat vendore. Këtu duhet të veçoj, domethënë vendimet më të mëdha që janë marrë janë në krijimin e institucioneve, siç ka qenë Thesari, buxheti, doganat e Kosovës, administrata timore. Më kujtohet shumë mirë që në mars të vitit 2000 ka filluar të funksionoj për herë të parë pika në Han Telezit, inkasoi të hyrat e para nga doganimi i modrave. Këto janë disa nga sfidat e para që institucionalisht administrata
e UNMIK-ut, gjithsesi shtylla 4 ka filluar të ndërmarr. Ne ishim sapo të punësorët entuziast për të dhënë kontributin ton në shtetin ton edhe në Kosovën e pas luftës. Për publikun që nuk është gjithmonë i familiarizuar me terminologjinë financiare, çfarë përfshin në fakt fondi publik dhe mbi cilat shtylla ndërtohet ai? Fondi publik realisht janë buxheti i Kosovës. Ne udhëheqëm parimin, nuk e thash rastësisht se Kosova ka të vendosura sistem të financa moderne edhe të bazuar standardet më të mira ndërkombëtare. Udhëhiqet nga llogaria e vetme e thesarit, ku gjitha fondet janë të grumbulluara në vend, që janë te Ministria e Financave, si nga aspekti i mbledhjes, po ashtu edhe nga aspekti i shpenzimeve. Kjo, domethënë aty janë kriju edhe mekanizmat mbikëqyrës si nga aspekti i mbledhjes, po ashtu edhe shpenzues. Fondi ndërtohet prej disa premisave, disa shtyllave. Është planifikimi strategjik, që qeveria e bën planifikimin, ka i orienton investimet. Më pas, ky planifikim strategjik i qeverisë qëndrohet në plan financiar, që është korniza fatmes me shpenzimeve, dhe më pas pason planifikimi buxhetor, që zakonisht planifikimi buxhetor është njëvjeçar, ku i përfshin kategoritë edhe të hyrave dhe të shpenzimeve. Këto më pas janë ekzekutimi i buxhetit dhe këto fond është auditimi. Këto janë shtylla thelbësore, sepse pa to shteti nuk mund të ofrojë shërbime, të investoj në zhvillim apo të garantoj stabilitet. Në gjithë këtë rrugtimin tuaj të gjatë profesional, a mund të na thoni cilat projekte ose reforma i konsideroni si më të suksesshme për gjatë karrierës suaj? Në rrugtimin tim ka një mori projektesh cilat i kemi implementuar dhe që sot janë të qëndrueshme. Lejoni të falenderoj gjithë ata njerëz që kanë kontribuar në Departamentin e Thesarit dhe në Bankën Qendrore, sepse unë kam qenë njëri nga ata që kanë qenë krye të proceseve, mirë po ka pas ekipe profesionale të dy anëve, të cilat e kanë mbështet implementimin e këtyre projekteve. Unë do të veçoja disa, si nga Thesari, po ashtu edhe nga Banka Qendrore e Kosovës. Në Thesar kemi implementuar në vitin 2009 dhe në 2010 decentralizimin e shpenzimeve publike, gjë që ky organizim dhe ky shpenzim ka qenë i organizuar përmes Thesarit, përmes zyrave rajonale të Thesarit. Në vitin, ne përgatitëm para vitit 2009 projektin me disa ekspert, i propozuam ministrit në atë kohë dhe aprovuam si të tillë që të ecim në decentralizimin e shpenzimeve publike së pari me nivelin lokal në vitin 2009, edhe në vitin 2010 me nivelin qendror, ministrit, agjencionet tjera, cilat janë në nivel qendror që raportojnë Kuvendit të Kosovës. Ishte projekt jashtëzakonisht i suksesshëm, me këtë u kursyen shumë kohë, shpenzimet të derivateve, të letrës, disa çështjet e transferimit nga autoritetet kontraktuese të operatorit ekonomik, ishte një kohë shumë e shpejtë, sepse nuk ishte nevojë të rrugtohej nga një organizatë, ta marrim për shembull prej Kaçanikut të thuaj në Gjilan që të bëhet procesimi i shpenzimeve, ose nga Gjakova në Pej e kështu me radhë, që mos i përmend gjitha me radhë. Mirë po sot ky sistem është i qëndrueshëm edhe secila organizatë buxhetore, secila komunë, secila ministri bën procesimin si nga ana regjistrimi të hyrave, po ashtu edhe regjistrimi i shpenzimeve nga zyrat e veta. Dhe gjithashtu përgatitja e raporteve financiare nxirren nga sistemet që i kanë të vendosura në zyrë. Këtë e ka mundsuar ky projekt e në numrit të madh të ekspertëve që i kanë punuar në realizimin e këtij projekti. Pra, projekti është realizuar me sukses dhe është i qëndrueshëm. Tjetër kisha veçuar krijimin e kapaciteteve për marrjen e borxhit publik. Deri në vitin 2008, kur Kosova shpallë shtet nuk ka pas drejt hy në huamarrje, për arsye se me Kosovën ka qeverisë administrata e UNMIK-ut dhe administrata e UNMIK-ut nuk është leju të hyjë në borxhe. Mirë po, me shpalljen e pavarësisë, pjesa para shpalljes së pavarësisë, ne kemi filluar përgatitjet e infrastrukturës ligjore, kemi nxjerr ligjin për borxhet, kemi blerë sistemin për menaxhimin e borxhit dhe kemi kriju kapacitetet vendore për menaxhimin e huamarrjes.
Të njëjtën kohë kemi bler në bashkëpunim me Bankën Qendrore projektin apo sistemin e menaxhimit të letra me vlerë. Edhe ky projekt është i qëndrueshëm, sot funksionon, gjitha ankandet të realizohen përmes këtij projekti. Mirë po projekti është i ndarë në dy faza. Një fazë menaxhohet nga Ministria e Financave, shpallja e ankandeve, ndërsa pjesa teknike menaxhohet nga Banka Qendrore, e cila ka rolin e këshilltarit të qeverisë nga aspekti financiar. Projekte tjera, siç është projekti i kredit kartelave, deri në vitin 2009, zyrtarët qeveritar kanë udhëtuar me para cash, domethënë që nuk ka qenë paraqitje profesionale në vendet, sidomos aty ku përdoren kartat bankare, dhe keshi përdoret shumë pak. Ne kemi realizuar këtë projekt, është funksional, zyrtarët qeveritar tash tutje përdorin kredit kartat edhe nuk dallon asgjë nga vendet e tjera në prezantim dhe në pagesa nga qeveria e Kosovës. Vlerësimi kreditor është një nivegël në vazhdim që ne kemi realizuar në vitin 2011. Kemi angazhuar një kompani ndërkombëtare, Standard & Poor's, e cila ka bërë vlerësimin kreditor të Kosovës. Vlerësimi kreditor tregon fuqinë edhe stabilitetin qoftë financiar, qoftë politik të vendit. Ky vlerësim është bërë, mirë po sa kam informacion, sepse unë kam shkuar më vonë në Bankën Qendrore, nuk është bërë publik për arsye se vlerësimi nuk ka qenë i kënaqshëm në atë kohë për udhëhec të institucional të qeverisë. Vendosja bazave të kontrollit brendshëm të financa publike është një projekt i radhës, i cili është bërë me ndihmën e Komisionit Evropian. Janë vendosur bazat e kontrollit brendshëm financa publike. Nga ky koncept burojnë një mori ligjesh, të cilat janë në fuqi tani. Është ligji për kontrollin e brendshëm, ligji i auditimit brendshëm, janë manuali i procedurave, një mori procedurash tjera, cilat janë në funksion zbatimit kontrollit brendshëm, qoftë nga aspekti planifikimit, qoftë aspekti mbledhjes tyrave, apo qoftë nga shpenzimi i parave publike. Në Bankën Qendrore do të veçoja disa projekte, gjithashtu. Është projekti i sistemit pagesave, është një projekt jashtëzakonisht më rëndësi. Deri në atë kohë Banka Qendrore ka operuar me një sistem vendor, mirë po që nuk i ka atributet cilat i ka sistemi tani, që është funksional, RTGS, domethënë që pagesat kryhen në kohë reale dhe shkurton edhe kohën edhe distancën. Më lejo të kthehena pak në vitin 2000, kur edhe në 99, besa 1999, kur ne kemi dërguar flet pagesat, transferet në kopje fizike në Bankën Qendrore. Tani me këto sisteme moderne, gjitha pagesat, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, kryen nga zyrat, qoftë banka komerciale, qoftë Ministrisë Financave. Pra, projekti i RTGS-it është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili është implementuar në Bankën Qendrore dhe është jashtëzakonisht sistemi i qëndrueshëm, mirë po projekt i cili kontribon për çështje të mëvonshme, siç është çështja e SEPA-s, çështja e SWIFT-it, është një projekt i radhës që kemi implementuar në Bankën Qendrore, edhe cili ka lehtësuar pagesat ndërkombëtare. Deri në atë kohë, ne është dashur të kemi një bankë korrespondente në botën jashtme, domethënë banka vendore është dashur të ketë një bankë korrespondente për pranimin e pagesave vendore. Edhe këtu ka pas një mori gabimesh te pagesat vendore kur janë kthyer. Gabimet pastaj kanë kërku shpenzime bankare shtesë, sepse në çdo lëvizje nga bankat është kërkesë për pagesë. Kështu që SWIFT-i ka eliminuar këto çështje të gabimeve edhe çështjet e bankave korrespondente, domethënë që ka shkurtuar edhe kohën, mirë po edhe çështjen e kostos. Projekti i regjistrit kredive është një projekt gjithashtu kryesisht vendor, i cili është krijuar në kohën time sa kam qenë në zëvendës guvernator, edhe është funksional, domethënë mban databazën e borxhlinjve apo kreditorëve të Kosovës, qoftë në institucione financiare jo bankare, qoftë nga bankat komerciale, në gjitha dhonat i mban ky sistem dhe banka apo institucionet financiare i qasen këtij sistemi për të marrë historikun kreditor të personave që aplikojnë për kredi.
Unë kam lanë çështjet të pa integrume, do që i kam pas në plan të integrohen, të gatshme që këtij regjistri të shtohen edhe komunalit, çështjet e pagesës komunalive, çështjet e pagesës tatimit pronë, dhe bizneseve të shtohen pjesa nga atë këja çështja e kryerjes së obligimeve. Bëhet regjistër më komplet, bëhet regjistër më i besueshëm, edhe është krijohet një lehtësi për zyrtar kreditor që të shohin se sa është i besueshëm një kreditor për shimin e kredive. Krijimi i qendrës për vazhdimsinë e biznesit, po ashtu është një projekt jashtëzakonisht më rëndësi, cilën e kemi bërë në bazë standardeve në Prizren, ku dhonat shkëmbehen në kohë reale. Po supozojmë se nëse ndodh diçka në Prishtinë, çështjet që mund të jenë katastrofa natyrore, apo çështjet të defekteve tjera, ekipi për vazhdimsinë e biznesit automatikisht mund të zhvendoset në Prizren edhe të zhvilloj punë normale pa u diktuar nga bankat komerciale, nga institucionet tjera publike që kanë punë me bankën qendrore. Marrëveshjet e huamarrjeve, marrëveshjet ditore dhe ditore, është një projekt i radhës që ne kemi zhvilluar, i cili është në shërbim të bankave komerciale, që banka qendrore ju ofron, sepse ne siç e dimë nuk e kemi politikën monetare, mirë po kemi instrumentet politikës monetare. Kjo marrëveshje të huamarrjeve ditore dhe ditore i ka atributet e politikës monetare, ku bankave komerciale në qoftë se ato kanë probleme me likviditetin, mund të huazojnë nga banka qendrore, qoftë fund ditore, qoftë deri në 10 ditore, me një pagesë minimale të interesit. 3 projekte të trezorëve modular janë implementuar gjithashtu që rrit sigurinë dhe efikasitetin e menaxhimit të parave së gatshme. Dhe një projekt tjetër që do ta veçoj është regjistri i llogarive bankare, i cili kryesisht i shërben gjyqësorit në Kosovë, domethënë efikasitetit vendimeve gjyqësore, sepse dimë ne në kohën derisa ky regjistër nuk ka qenë funksional, gjyqësori i Kosovës nuk ka ditë se ku ti adresoj vendimet e veta dhe se të zbatohen. Tani e ka informatën në mënyrë elektronike që e merr Këshilli Gjyqësor dhe i shpërndan të gjitha gjykatave sipas kërkesës dhe sipas nevojës. Me gjithë të arriturat e cilat edhe i pasqyrut në këtë epizod të podcastit tonë, sigurisht do të duhet të ndiheni krenar, ashtu siç ndihet krenar secili qytetar i vendit me krejt arriturat e shtetit Kosovës, menjëherë sidomos pas luftës. Sigurisht që realizimi i gjithë këtyre projekteve ka pas edhe sfidat e veta, cilat kishimi veçu disa sfida më kritike, të cilat jeni ballafaqu gjatë realizimit të këtyre projekteve. Mendoj që sfidat më kritike janë kapacitetet profesionale, që nga këto unë kisha bërë në njëjtën kohë rekomandim dhe ftesë që të ruajnë kapacitetet profesionale, mirë po dhe të investohet në vazhdimsi, sepse kërkesat e vazhdueshme janë të çështjeve të ndryshme të teknologjisë edhe të xhamave të reja. Ruajtja e pavarësisë institucionale dhe ndërtimi i besimit të qytetarëve. Dim që sektorin financiar po nuk ka besim, sektori financiar shkatërrohet. Kështu që besimi do të jetë, besimi ndërtohet me punë të mirë, me besueshmëri, me transparencë. Këto sfida kanë ndikim të madh, sepse financat publike janë themeli i stabilitetit ekonomik dhe social. Pa profesionistë përgatitur dhe institucionet besueshme, zhvillimi i qëndrueshëm është i vështirë. Domethënë, nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm pa këto kapacitete. Kështu se cila organizatë buxhetore, qoftë qeveria, qoftë organizatë buxhetore, qoftë sektori financiar, banka qendrore e tjerë, duhet të kenë parasysh kapacitetet profesionale, pavarësinë institucionale dhe ndërtimin e besimit me qytetarët. Nga roli juaj si zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore, si do ta përshkruani bashkëveprimin ndërmjet Bankës Qendrore dhe thesarit të shtetit dhe pse kjo marrëdhënie është kaq thelbësore për stabilitetin financiar dhe fiskal të vendit?
Ashtu si që theksova në fillim, Banka Qendrore dhe Thesari kanë një bashkëpunim të ngushtë gjatë gjithë kohës sa kanë qenë unë drejtori i Thesarit, për arsye të këtij bashkëpunimi dhe rritjes së bashkëpunimit. Në atë kohë ishte rekomandueshme që drejtori i Thesarit shërbej dhe në bordin e Bankës Qendrore, kështu që bashkëpunimi ishte jashtëzakonisht efikas dhe bashkëpunimi me Bankën Qendrore ngarthen disa fusha, cilat janë pashmangshme pa një bashkëpunim të tillë. Unë përmena pagesat, domethënë gjitha pagesat e qeverisë Kosovës kryhen përmes Bankës Qendrore. Banka Qendrore ka këtë sistemin që veç e përmenda, sistemin e pagesave, ku i shpërndahen pagesat nëpër bankat komerciale. Do shkojnë te Banka Qendrore dhe Banka Qendrore shpërndan te bankat komerciale. Mandej bashkëpunimi tjetër është në huamarrjen përmes sistemit letra me vlerë, krijimit të borxheve. Çështja tjetër është çështja e investimeve dhe gjitha këto kanë një peshë sepse Thesari merret me menaxhimin e parave së gatshme, ndërsa Banka Qendrore është kujdestari i stabilitetit financiar edhe të njëjtën kohë është një agent apo këshilltar i qeverisë për çështjet ekonomike, që gjatë gjithë kohës e këshillon qeverinë për çështjet ekonomike, qoftë nga aspektet e statistikave ekonomike, qoftë nga roli i investimeve, mirë po edhe aspekte tjera që Banka Qendrore i ka në portofolin e saj. E përmendët pak borxhin publik, a mund të na thoni pak se si ndodh në praktikë realisht menaxhimi i borxhit publik? Borxhi publik, realisht Ministria e Financave është përgjegjëse për borxhin publik. Në fillim vitit do të bëhet një strategji se sa është nevojshme të shpallet borxhi për huamarrje apo për plotësim të deficitit buxhetor. Ne dimë, ne ekonomistët, se kur planifikohet buxheti, pjesa e të hyrave që nuk e mbulon pjesën e shpenzimeve, do të gjendet një burim alternativ, një burim shtesë, edhe këto janë huamarrjet. Ne në fillim kishëm, në kohën e administrimit Urmikut, kishëm donacionet që i përdorshëm, si çështja e mbulimit të deficitit, mirë po pas shpalljes pavarësisë në vitin 2008, ky deficit buxhetor mbulohet kryesisht nga huamarrja, edhe huamarrja mund të jetë vendore, mirë po mund të jetë edhe ndërkombëtare. Kryesisht huamarrja vendore është përmes instrumenteve të letra me vlerë dhe bonave të Thesarit, ndërsa huamarrjet mund të jenë siç janë këto institucionet financiare, Fondi Monetar, Banka Botërore që qeveria ka huazu në mori projektesh, mirë po ka edhe vende tjera që japin hua për projektet në ndryshme në Kosovë. Gjithmonë do të pas parasysh që mos të rëndohet ajo bara, mos të jetë bara më e rëndë për marrjen e huas, dihet sepse ka limite të vendosura në ligjin për borxhet, se është një kufizim ligjor derisa mund të merr Kosova borxhe, mirë po Kosova akoma është në 30% të GDP-s, ku dim ne shumë vende të botës përqindja e borxhit publik kalon mbi 60% të bruto produktit vendor. Si garantohet mbrojtja e buxhetit të shtetit dhe qytetarëve dhe nga shfrytëzimi i padrejtë i parave publike dhe si kontribon ky mekanizëm në forcimin e besimit të qytetarëve tek institucioneve publike? Ka një mori instrumentesh cilët e mbrojnë buxhetin qysh nga planifikimi e deri te shpenzimi i tij. Unë e përmenda projektin e konceptit kontrollit brendshëm, aty ku janë vendos bazat. Një instrument i tillë është ligji i buxhetit, ku gjitha fondet buxhetore i aprovon kuvendi, edhe i atribon për secilin organizat buxhetore në shuma të caktuara. Këto mandej, secila organizat buxhetore i ka të ndara për kategori ekonomike, fondet buxhetore, edhe do të zbatoj konkurencën e lirë, ligjin e prokurimit, kur të shpall të ndertë, të
respektoj parimin e barazisë në konkurrencë, zgjedh ato që janë më të favorshme, që këta specialistë e prokurimit i dinë më mirë. Mandej janë çështjet e auditimit brendshëm, cilët gjatë kohës e monitorojnë apo zbatohet kontrolli i brendshëm apo nuk zbatohet, ka probleme me çështjen e zbatimit, çështjen e procedura apo jo është të përkufizuar me procedura, ka staf profesional, s'ka staf, është bërë delegimi detyrave e tjera. Gjithashtu është auditori i jashtëm ai që në fund në një forme i jep vullën e ekzekutimit buxhetit, se është bën harmoni me planifikimet cilat veç janë deklaruar dhe janë bërë. Nga këndvështrimi juaj, cilat reforma kanë qenë më përcaktuese për formësimin e sistemit financiar të cilin e njohemi ne sot? Kujtoj që 3 kisha veçuar nga gjitha ato projektet që përmenda. Projekti sistemit pagesave është një për projekteve cili e ka formësu atë çështjen e sistemit pagesa në bankën qendrore, mirë po që ka ndikim edhe të pagesat e qeverisë, mirë po edhe të pagesat e bankave komerciale. Decentralizimi i shpenzimeve publike gjithashtu është një projekt jashtëzakonisht i madh, i cili unë e konsideroj një reformë madhe që ka vazhdu për 2 vite, mirë po është implementuar me shumë sukses dhe është zbatuar tani prej gjitha organizatave buxhetore. Këto reforma kanë pas ndikim drejt për drejt për qytetarët sepse kanë rritur transparencën, kanë përmirësuar përdorimin e parave publike dhe kanë ndihmuar që shërbimet publike të jenë më të qëndrueshme dhe më cilësore. Suksesi i vërtet nuk është vetëm një reformë e përkohshme, por krijimi i strukturave që vazhdojnë të funksionojnë dhe të japin rezultate edhe pas shumë vitesh. Pra po theksoj që këtë ka qenë një numër i madh i njerëzve që kanë kontribuar zyrtarëve qoftë në Ministrinë e Financave, qoftë në Bankën Qendrore për realizimin e këtyre projekteve, edhe unë jam falënderues për 2 ekipet që kanë kontribuar, që kanë dhënë këtë kontribut, edhe këto projekte tani janë të shfrytzueshme nga institucionet tona. Sigurisht që një këshill nga ana juaj do ishte më së mirëseardhur për të rinjët, duke pas për bazë gjithë eksperiencën e juaj profesionale. Çfarë këshillash do ju jepshe profesionistëve të ri të cilët synojnë të ndërtojnë një karrierë në kontabilitet, auditim apo financa publike? Këshilla ime për profesionistët e rinj do të ishte që ata të fokusohen në investimin e vazhdueshëm në vetvete, në arsimin të vazhdueshëm, integritet profesional dhe zhvillim të qëndrueshëm të aftësive, duke pas parasysh, domethënë dinamikën jashtëzakonisht të madhe të trendeve globale dhe trendeve të digjitale, se në këtë drejtim është ka shkuar në gjitha profesionet, që vazhdimisht profesionet kërkojnë që të investohet në kuadra të ri, edhe të subspecializojnë në drejtime të caktuara që ata të jenë të aftë dhe të jenë të konkurrueshëm me tregun evropian apo tregun botëror. Tash është një mundësi jashtëzakonisht e madhe që ne kur kemi qenë më të ri nuk e kemi pas këtë mundësi, mirë po për 30 anë është mundësia e globalizimit të punohet çdo kohë në botë, qoftë edhe nga Kosova. Këto forma tani janë shumë të avancuara, format e punës nga distanca, edhe domethënë pa paraqitjen fizike të personave në zyrë. Kontabiliteti, auditimi dhe financat janë disiplinat cilat kërkojnë përkushtim, gjithashtu kërkojnë një etikë të lartë, programet që ICAF-i i organizon i ofrojnë këto mundësi, edhe të rritë mund të marrin këto njohuri nga shoqata e ICAF-it, instituti ICAF-it, edhe që të jenë të zot që të qeverisin, domethënë të kenë një trajnim solid. Ne ishëm me fat, sepse përfituam shumë trajnime nga ndërkombëtarët, qoftë ata i kishëm edhe mentorues gjatë gjithë kohën kur ne ishëm bashkëkryesues ose zyrtar në departamente të caktuara, që udhëhec tanë ishin ndërkombëtar, të cilët kishin një përvojë dhe bartin një përvojë jashtëzakonisht të madhe në Kosovë. Tash ne kemi kuadro vendore të cilat këto përmes angazhimit në institutet të caktuara mund ta bartin këtë përvojë të rinjët tanë.
Si e parashikon evoluimin e financave publike në Kosovë gjatë dekadës së ardhshme dhe cilat aftësi apo njohuri do të nevojiten profesionistëve të ri duke pas për bazë, siç e theksuat edhe ju me parë, evoluimin e teknologjisë informative dhe qasjes ndaj informacionit, dhe si këto mundësi mund t'i zhvillojnë përmes programeve adekuate, për shembull siç është edhe programi për zyrtarët për financa publike të cilin e ofron ICAF-i. Në 5 apo në dekadën e ardhshme kujtoj që financat publike në Kosovë do të evoluojnë, jo vetëm Kosovë, mirë po edhe në këtë botën, se në çfarë drejtimi nuk të shku gjitha financat në aspektin e digitalizimit që veç theksova pak më parë, edhe përdorimit apo menaxhimit në numrit madh të dhënave. Ne po ballafaqohemi për ditë më shumë me një numër të madh dhënave, qoftë të marrjes së informatave, përpunimit të informatave, mirë po dhe klasifikimit të informatave. Kështu që do të dimë të klasifikojmë dhe të përdorim këto informata dhe si të përdorim. Gjithashtu profesionistët e rinj do të kenë nevojë për njohuri teknike, aftësi analitike, integritet dhe mendim strategjik. Kujtoj që mundësit janë, tash pasi ICAF veç ka fillu të organizoj këto trajnime për certifikim në financa publike, është një mundësi e jashtëzakonshme që të rinjtë tanë të marrin këto njohuri, të pajisën me njohuri të financa publike dhe të jenë hap me kohën. Zotri Ismaili, ju falenderoj për kohën që keni gjetë dhe që ishi pjesë e intervistës sonë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit mysafirit tonë zotri Lulzim Ismaili, ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore, për dijen dhe përvojën e ndarë dhe ju ftojmë të qëndroni me ne edhe në epizodet e ardhshme të ICAF Podcast, ku do të sjellem mysafir të veçantë dhe biseda që formsojnë të ardhmen.